E vërteta e situatës të tanishme tani po ja u tregoj. Një situatë drastike, por dëgjojeni me kujdes atë që do t'ju them tani, është një reflektim i thellë. Kisha bërë një video për këtë para pak kohësh, një video që u bë virale, pati rreth 4,5 milion klikime. Dhe unë doja që ta përsërisja në këtë kanal që nuk kam folur asnjëherë për të. Dëgjojeni me kujdes. E ndoshta ata që futen këtu dhe shpeshherë që nuk janë shqiptarë dhe dëgjojnë këto diskutimet tona ose lexojnë diskutimet tona, ndoshta ju vjen ndërmend që të shikojnë dhe këtë video. Dhe ndoshta cogito ergo sum edhe për ata, pra të paktën të mendojnë, ashtu siç po mendojmë dhe ne tani. Pas 100 vjetësh, askush nga ne do t'jetë në këtë planet. Askush. Në shtëpitë tona nuk do t'jemi më ne. Jo, do t'jem dikush tjetër. Ndoshta fëmijët tanë, ndoshta të afërmit tanë, ndoshta dikush tjetër që fëmijët tanë mbase edhe do ta shesin atë shtëpi. Pra shtëpia nuk do t'na përkas më ne, sepse ne nuk do t'jemi më. Dhe aty në ato mure do t'jetoj tjetër kush. Ndoshta një njeri më i pist, ose ndoshta më i mirë, por pak rëndësi ka, sepse nëpër ato mure nuk do t'jenë më fotografit tona. Ndoshta fotografit tona do t'i kenë fëmijët tanë, të rezervuara, diku, ose të varura në mur, deri për një farkohe. Pastaj kur të vi momenti, fëmijët e fëmijëve të tyre nuk do t'i mbajnë më aty, sepse pas 10 vjetësh, ose ndoshta edhe më shumë, ose ndoshta edhe më pak, ata do t'i heqin nga muret. Dhe ne nuk do t'jemi asnjë kujtim, sepse nuk do t'na kujtoj kush. Pra, situata e sotme, ajo që po bëjnë shumë njerëz, për sa i përket tokave, për sa i përket pushtetit, për sa i përket parave, nuk kanë asnjë vlerë. Atëherë lind pyetja, kush është vlera e njeriut? Çfarë vlere ka njeriu? Njeriu ka vlera të tjera, vlera që ai nuk i ka nxjerrë ende, janë shumë pak vlerat e njeriut, ato që ata shfaqin. Nuk po them se unë jam gjithkushi dhe di çdo gjë, apo jam më i miri. Absolutisht jo. Që të gjithë gabojnë, edhe unë gaboj, por të paktën mundojmë që të gaboj sa më pak. Dhe ky është çelësi i suksesit të njeriut. Këto janë virtytet që ti ose njerëzit mund t'i zgjojnë. Virtyte që shumë pak i kanë. Dhe sot mbijetojnë shumë njerëz vetëm për bukën e gojës, sepse një grup njerëzish aty jashtë të tjerë fillojnë që kur ti lind derisa ti vdes të shfrytëzojnë, të rrijepin lëkurën përse për një grusht para. Parat ka sa të duash, ka sa të duash para, ushqim ka sa të duash. E kemi thënë edhe herë tjetër që mjafton, e ka thënë ONU, ja u kam treguar, ONU ka thënë që e ka të shkruar, do t'ja u lë edhe këtu me link nëse dëshironi, që ka shkruar që mjaftojnë 1% të ardhurave financiare në botë që investojnë për armët, për armatimet, 1% e investimit të armatimeve. Nëse investojnë për shembull 100 miliardë, mjafton 1 miliard, për shembull, 1 miliard armatime për të shfarosur urinë në një kontinent. Dhe për të shfarosur urinë në botë mjaftojnë 1% të gjitha armëve që përdoren për çdo shtet. Nuk e di më kuptoni apo jo. Atëherë lind pyetja, kush e bën luftën ose kush i krijon ato armë? Përse i krijon për më tepër? I krijon për veten e tyre, jo për popullin. Sepse nëse populli kërkon vetëm paqe dhe të hajë edhe të jetë i qetë, atëherë pse ata që janë aty në pushtet bëjnë armë dhe bëjnë luftëra? Për çfarë arsye? Mund të më thoni, është një paradoks, apo jo? Kështu që unë mendoj që ato shkrime që kisha bërë atëherë të asaj videoje, ku thoshe që pas 100 vjetësh nuk do t'jetoj më, kjo vlen për të gjithë. Për të gjithë. Të fortë, të bukur, të etur për para, të etur për dashuri, të etur për çdo gjë. Pra të mirë, të këqinj, të pastër, të mjerë, të thoni që çfarë të doni, që të gjithë një ditë nuk do të ekzistojnë më. Dhe duke menduar këtë, mendon që është e kotë çdo gjë që njeriu bën atje jashtë, duke vrarë njëri tjetrin, duke plaçkitur njëri tjetrin dhe duke rrëmbyer fëmijë, duke vrarë gra apo motra apo vëllezër për një grusht para.
më thoni në qofë se unë kam të drejtë ose jo, ose në qofë se po gaboj diku, sepse normal, jemi njerëz, mund edhe të gaboj. Por unë mendoj që ato vargje që i shkruava, mendoj që diçka të vërtet kanë brenda, sepse ndryshe nuk do të shikonin miliona njerëz. Dhe e përsërita në këtë kanal, sepse këtu nuk kemi folur për argumentat të tilla, dhe si thash këtu, duke patur një algoritëm tjetër, YouTube-i, ka edhe përkthime, dhe mes nesh ka edhe të huaj që i shikojnë këto video, edhe duke i përkthyer në gjuhët e tyre. Dhe shpresoj që ndoshta dikujt, edhe pse ne jemi të vegjël, jemi shumë të brishtë të vegjël, por ndoshta edhe pse jemi të vegjël, padyshim aty ka disa fjalë të rëndësishme në ato që thamë më përpara, që për dikë ndoshta mund ta prekin. Duke e prekur, ndoshta do bëj një mënyrë që ta lehtësoj, si mund të themi, ato aksionet e tij që bën për të pasuruar ai dhe që bien mbi të varfrit, mbi njerëzit. Sepse ku ta din njerëzit e gjorë? Ku ta din? Ku ta di një njeri që nuk është i informuar? Ku ta di ai gjori? Sepse kështu e ka modifikuar ajo shoqëri. Pra shoqëria e ka modifikuar njeriun, e ka bërë në një forum që ai mos ta ngre kokën që të mendoj, mos ta ngre kokën që të thot paprit pak mos ketë kohë, sepse në qoftë se ai ka kohë të mendoj, bëhet i pasur dhe rënon ata të fortët që janë këtu prej qindra vitesh, mijëra vitesh që dominojnë. Dhe në qoftë se bëhet i zgjuar, thot paprit pak, çfarë ndodh këtu? Pra është bërë një metodë tepër e përpiluar mirë në një program i krijuar në tavolinë që njerëzit e thjesht duhet të jenë për herë sklavër. Dhe ndonse sot jemi në vitin 2026, prap vazhdon që të jetë në këtë forum. Dhe unë shpresoj që sot aherët, ose ndoshta edhe pak më vonë, njerëzit të zgjohen. Por nuk mund të zgjohet njeriu në qoftë se nuk ndryshojnë rregullat e atyre që qeverisin dhe atyre që janë pas këtyre skenave. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Do dëshiroj një mendimin tuaj. Më thoni në qoftë se unë kam të drejtë ose jo. Ose në qoftë se po gaboj. Sa do dëshiroja që të gjithë të jetonin të lirë, të qetë, të kishin bukë për të ngrënë, si për shembull edhe në vendet e Afrikës, edhe në vendet e Indis, edhe në disa zona të Shqipërisë, të Kosovës, shpeshherë më mbushin sytë. Sa do të dëshiroja që të ndihmoja këdo, do të dëshiroja shumë. Po jemi shumë të vegjël. Jemi shumë të vegjël dhe ata që dominojnë, këto e din shumë mirë. E din shumë mirë, por vazhdojnë ende të sillen si qindra ose mijëra vite më parë, ende sot. Unë shpresoj që këto rregulla të projektuara të mund të përfundojnë një ditë. Natën e mirë.